Gatuajmë tani një supë me fidhe, me perime. Na duhet të na mbledhin çik një supë tani, që do të shkoj shumë mirë edhe me tavën e qofteve dhe perimeve. I shkon dhe i vjen më së miri. I shojmë pak produktet, edhe pse ne po i panoramalizojmë në tryez, i ke bërë gati, i ke sjellë me gramaturën. 2, 4, 6, 8, 10. Se na duhet një punë paraprake. 10, 11, 12, nxjerrja cilindrike simpatike, shumë e bardhë, edhe një luk druri kaq, edhe unë vetë. Dhe receta është kjo, receta është shkruar. Ju i shihni edhe në gramaturat tona. Ja duhet karota, pra supë pa mish me pak përbërës. Na duhen 3 karota, pak qumësht, 3 luk kos, qalp, miell, hudhër, një vezë, një qep, 2 litra ujë, 1 filxhan makarona për supë, 1 tufë majdanoz, krip dhe piper. Supat janë nga më të ndryshmet, nga më të thjeshtat, që nuk na marrin shumë kohë, që duhet jenë të përditshme, nëse duam që të kemi një shëndet të mirë, tretje të mirë, supë dhe do një gatim tjetër. Supë të plot. Supë edhe diçka tjetër. Fillojmë supën dhe mbarojmë vajin. S'ka më bo kaq. Hapi tjetër në vajin në ullit tema, kemi plot shishe. Kam qepën që më duhet direkt. S'ka pësëri lodhe mund me... Ja. E grim imët. Së mos për supa, në duhet që qepën të agrim imët. Kam një qep, tigani, tenxherja është në zjarr. Dua vetëm të kem ngrohjen dhe jo djegjen. I lëm këto se mbase më duhet pak më vonë. Dhe e më qa thashon dhe gani në zjarë, po si kësha ndezur, qa? Si kësha ndezur. Si shkrohur vaj. Pa. Asë ngrohur, asë gradualisht, avash, do të presim që të ngrohen, ndërkohë presim edhe telefonatat. Qa thashon ftohur? Me të ftohtë është bërë vaj ullirit. Aty i kështë mendje, dikur diskuton. Asë ngrohur, asë torë, thashon. Po mirë, ja, shikon. Ashtu. Dikur në luftën që bënd të Turku, normalisht ishin Kaukazët. O, zotë, ku të shfikezuar, si nuk e di ma. Dhe normalisht... To i thot dhe në mëndje, në klapa, po i nëzirë dhe me fjallë. Dhe normalisht, në kuaj që ndronin 2 ushtarë. Kaukazët janë jo trup mdhenjë. Dhe që ndronin me kurizme njëri tjetrin, pse kjo bëj që të mbronin njëri tjetrin. Dhe kështu më duket vetëm mos cukrimi 2, kështu Kaukazë, që në fjallë... Vetëm nga trupat nuk ngjajmë. Kështu, ja. Vetëm se trupat i kemi më jo, e thash. Atëre kaloj... U zbut qepa. U zbut qepa. Shtojmë ujnë. Me pakës fare ujë këtu. Ja. Opa! është gjëja me e mirë, zbutja e qepës me ujë. Pra, tek shia... Nuk digjet, nuk jumbën lëngjet e veta, nuk thahet, nuk na bën dëm për shëndetin, nuk besoj se duhet ta skuqim shumë qepën, besoj dhe anvisat janë dakord me me. Largojmë? Mos edhe për suprat, Do të shtoj, pakos fare. Krip. Pak krip, pak piper dhe zbusim qepën në ujë. Ka makaron, makaronat mund t'i keni si të dëshironi ju, mund t'i keni fidhe, mund t'i keni kuskus, yllka, makaronat e bëra vetë, petkat, si të dëshironi ju. Shtoj direkt edhe makaronat. Dhe bëjmë atë ka ordisjen si dikur makaronat e ushtarit. Pra dy kanë qenë gatime që ne thoshëm të ushtarit, kanë qenë gurabije të ushtarit, sepse ushtarit atë merrin ato gurabijet e vogla 5 lekë ose ingranazhet që thuheshin më saktë, dhe makaronat e skuqura që quheshin makaronat e ushtarit. Po. Në njëri bënin dhe makaronat e orit bash. Ushtar që më ngjan Porcixhaxhi Partizan, rrugës për unë kaloj, shoh ushtarin më nderoj. Këtu jemi. Kjo ka qenë klasë. Unë nuk i di këto. Nuk kanë qenë në kurrikulën tonë, brezi jonë si kam mësuar. Do të thotë që kam qenë nxënëse e mirë që i mbaj mend. Mbaj shumë mirë. Po normal, gjithë ato ngulitje. Atëherë, e lë. Po doje mos e mësoje. Po doje mos e mësoje. Gjithmonë gati. Shamin e kuqe. Derisa të përfiten pak sa lëngjet. Do thoni ju lëngjet, unë nuk do bëj i qofte tashti. Po më duan sepse marrin dhe aromën e njëra tjetrës. Shtoj masën e kripës dhe masën e piperit.
ujin. Ja, tashti. Kjo përzierja e duhur. Dhe e lë të bëhet. Sa të zjenë, fide 10 sa minuta, 5 minuta për të zjerë. Do të shtoj. E vendosim edhe thikën. Ja nuk kam se... Ne vetë e bëjmë të vështirë jetën. Sepse asgjë nuk ka për ta bërë të vështirë. Ja, direkt. Kosin. Mielin. Vezën. Ose... Po vërmi Albana syzet, vërmi Albana syzet. Kemi arritur në të fazë thua? Po, jo, akoma, sepse më... Të lezepër, shumë mirë. Më lodhin, të vendosim skaletën për para, ti e lexon. Atere, që gjitha i kam. Ja. Kjo është për në fund, për ta trashur dhe për t'i dhënë një strukturë tjetër supës. Shiko, shtoj masën me ujë. Po të doni qumësh, po të doni pana, si të dëshironi ju në fund fare, për t'i dhënë atë kremozitetin. Okej. U bë gati dhe struktura e kremit. Përse i shtove miell përderisa ti ke... Fidet. Po që të bët, a e kam thënë që në fillim që mielli është gjithmonë ura lidhse midis produkteve. Mund të shtosh makarona. Provoj pak të pasticja, një lug miell sa të mire bravo. Që gjitha jo tavë me makarona është, po që bën diferencë. Një lug e vogël miell. Jo, nisë shte. Vetëm miell, nisë shteja është për salcat e bardha, për salcat e bardha delikate, kurse mielli dhe shuqu që kemi ola, për gjitha, e kemi këtu dhonë, ja, edhe njëherë. Tani, e lëm pak të zjenit, se do të kemi disa minuta shkëputje, që t'ja shtojmë në fund këtë përzierjen. Shtoj dhe pak o zuju, dhe dërsa të vinë minutat, rregullohet edhe struktura e supës. është bërë dhe? Kjo ishte supa pamish me pak përbërës, një supë e shpejtë që do t'ju shpëtoj nga vakti përgatitur. Supa është në proces akoma. Jo, kam baruar edhe supa. Kam baruar? Po. Ja, të shtoj pak panën. Pana qumësht. Thjesht, unë do shtoj pak sa vetëm për shije dhe më pas në pjatë. Le të marë një pjatë të duhur. Një pjatë për ta serviru një supë të bardhë, të shpejt, të thjesht, i shlexojmë pak produktet se çfarë përmban. Pak përbërës nuk ka mish, në ka ditë të caktuara që ne përdorim mishin, ka ditë të tjera që nuk e përdorim atë. Pra, i grini imët pak karota, qumësh, kos, gjalp, miell, hudhër, një vezë, qep, ujë. Makarona për supë fide, si që zgjodhëm ne sot, majdanozin për ta serviru në fund fare dhe kri piper të zi. E shtojmë në majdanozin, vendosim një... Majdanozin do ta shtoj në fund fare, mbasi është arritur ajo përftohja e duhur. Po. Që ta ndjem në supë aromë freskin dhe shijen e majdanozit. Ja. Thjesht, duhet të shndris pak, ja të marrë dhe një këshu një gjë të voçkël, sa për ta... Për t'i bërë atë si dekor, si përzierje. Në një stikadent kod, për t'i dhënë një dekor ndryshe. Nga tres aty, po nga tres për mirë. E lëm të ftohet që mos... Duhet vetëm sa të ftohet pak, sepse duke unë piksur, dhe janë këto sa më të voçklat që qëndrojnë këndshëm, sa më të vogla që qëndrojnë këndshëm. Të ka vendosim këtu, por është ende nxehtë dhe nëse ja vendosim tani në këto momente, gjethet do të nxihen, do të vyshken, kështu që prandaj është kjo arsyeja që Albana thot ta lëm të ftohet pak.